Ky është viti i dytë që Komuna e Gjakovës do të ndajë grante në vlerë për 70.000 euro për bizneset e vogla dhe të mesme që veprojnë në Gjakovë. Madje për të bërë të ditur forma dhe mundësitë e aplikimit ka organizuar edhe këtë sesion informativ me përfaqësues të bizneseve, por edhe pjesëmarrës të tjerë që kishin ardhur në këtë takim për të prezantuar para tyre forma dhe mundësitë e aplikimit. Me këtë rast e para e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila u shpreh se përkraja e bizneseve do të vazhdojë të jetë prioriteti i Komunës së Gjakovës. Ditët e zhvillimit të korporatave të vogla me mirë apuntoi takojnë së kaluarës. Prandaj idetë inovative për bizneset të vogla dhe të mesme janë zgjidhja më e mirë për zhvillim ekonomik të komunës tonë, tha ajo. Ndërka gjatë prezantimit që u bë para të pranishmeve u bë ditur se përparësi në përzgjedhjen e fituesve të këtyre granteve do të kenë projekte që kanë të bëjnë me bashkëpunim ndërkufitar, zeje tradicionale si dhe projektet e ndërmarrjeve të drejtuara nga gratë dhe të rinjt. Janë prezentuar të gjitha kriteret respektive të cilat bizneset duhet t'i respektojnë dhe t'i përmbahen për ta marrë një grant nga ana e komunës. Sot e qartësuam situatën që projektet që do të mbështeten do të jenë në limitet nga 3.000 deri në 5.000 euro. Çfarë financohet me këto grante? Financohet makineri dhe mjetet punës, kurse në raste të veçanta, kur kemi të bëjmë me disa biznese të një natyre, të një biznesi të njëjtë, atëherë edhe në përmirësimin e infrastrukturës së punës së tyre. Në fund të këtij takimi informativ hapësirë u dha të gjithë pjesëmarrësve për të diskutuar në lidhje me të gjitha paqartësitë që ata i kanë. Në fjalën e tij, ky pjesëmarrës po shpreh pakënaqësi që nuk ishte përfitues si granteve të ndarë nga komuna në vitin e kaluar. Kur i kom krit mjetet e punës, e mbleni për një material, se kum pas edhe të lësh sheqera unë në kusht aty. Edhe mbleni tash se unë kum pas mundësi më një herë më punësu punëtor. Në lidhje me këtë ai mori sqarim edhe nga kryetaria Kusari Lila, e cila theksoi se të gjitha aplikuesit duhet të jenë të kujdesshëm në plotësimin e të gjitha pikave të aplikacionit për këto grante. Ajo që është e rëndësishme është që spari ne kemi qëndruar ose parimi tonë për ndihmë bizneseve të vogla. Zdyti që kemi vazhduar me të njëjtin kontinuitet, që ka pas mekanizëm të përgatitjes kritereve, të kontrollimit të aplikacioneve, edhe të vendimit, edhe të përcjelljes punës atyre që i kanë marrë grantet. Ne nuk e kishim pas këtë seancë informuese si kur kishim pas qëllim tjetër për këto grante. Se ndiva edhe përshpërima tjera prej kësaj ane, sa i përket qeverisjes. Jemi në këtë sallë bashkë se kemi bërë thirrje publike për më informu për këtë seancë. Qysh jemi në këtë sallë bashkë, qysh kemi thirrje më informu për Grant Komisionit Evropian. Qysh kemi kontribu drejt për drejt me organizatën Help, që ata kur i kanë ofruar 80.000 euro na i kanë ofruar edhe 16.000, që ka qenë kushti tyne për më bon 96.000 për më shpërnda për bizneset e komunës Gjakovës. Nëse ju mendoni që ne jemi na thirr këtu për me mlu diçka ose për më nënçmu dikon, atë gabim shumë të madh keni, se s'ka nevojë me bërë thirrje publike për me dashur edhe një nënçmu dikujt punën e 50 vjetë ose më jashtë vlerësu sakrificën që i kanë pas. Përderisa një aplikacion na vjen neve i zbrast, me krejt renomen që mundet mi pas një zanatli, ose një zanatlike, me krejt klientelin që mundet mi pas, na nuk mundemi të i kalu letrat, për arsye se neve nesër auditori na mban përgjegjës për ato që si keni dhënë grant filonit të sofistiketit, ku që aplikacioni nuk është në rregull. Për ndryshe për të gjithë të interesuarit, afati i aplikimit për grante komunale fillon që nga nesër dhe vazhdon deri më datë 5 maj të këtij viti. Vlera për fitimin nga ana bizneseve është prej 3.000 deri në 5.000 euro. Të gjitha informatat shtesë mund t'i marrin në objektin e komunës së Gjakovës, si dhe në formë elektronike në faqen zyrtare të saj.